Ky lexim sistematik, i letërsis aktualisht që krijohet, ka bërë që mendoj për një, themi kushtimisht projekt tillë që po e quajmë, me titull përbashkët në aktin e leximit. Veprimtari personale imja e pas luftës, që vazhdimisht dhe sistematikisht kam qenë në kontakt me autorë ndryshme, me veprat ndryshme dhe me ngjarje të ndryshme, promovimeve, sesioneve letrare, të tribunave letrare e tjerë. Dhe ky lexim sistematik, i letërsis aktualisht që krijohet, ka bërë që mendoj për një, themi kushtimisht projekt tillë që po e quajmë, me titull përbashkët në aktin e leximit. Ka filluar dikon vitin 2015-16, vëllimet e para kur janë botuar të këtyre vëllimeve, po. Në të njëjtin titull. Po. Dhe vazhdon. Gjithmonë si referencë studimore dhe leximit është një përkufizim që kam kështu në klapa zakonisht shënohet nga libri i sotëm shqip. Konsideroj që te libri i sotëm shqip hyn jo vetëm autorët që krijojnë aktualisht, që botojnë sistematikisht kohën e sotme, sidomos pas luftës. Por edhe pse jo autorë që kanë qenë të ndaluar sistemet e përpashme, por që ai libër të bëhet pjesë e letërsisë son, pjesë e kulturës son, pjesë e traditës son, por e një traditë bashkohore, si themi ndryshe, atyre klasikëve që nga njëherë i përkufizojmë si klasik modern. Prandaj, në aktin e leximit e mban titullin tash edhe vëllimi i 33, që doli këto ditë, një përkufizim që është një nga kritik letrar të Evropës. Është një Ischinger, kështu quhet një kritik letrar gjerman, dhe ai flet gjithmonë për leximin si akt. Jo vetëm Ischinger, po edhe Roland Barthes, për shembull, ka kënaqësia e leximit, ose Romanin Garden, ose këta diun atje, për shembull, Charles Bukowski, sa shkrimtar, edhe tjerë gjithmonë flasin për leximin. Dhe leximi nuk është vetëm sa të shfleton faqet edhe për faqes parë deri në fundit, por quhet akt për faktin se gjatë leximit tash do të lindin edhe përsjatje, edhe shënime mbahen, edhe çka duhet të thotë, çka mund të thosh ti për atë libër. Prandaj quhet akt. Akt në kuptimin e krijimit. Se kritika letrare nuk është sipas një tradite që ka qenë vetëm ajo ura lidhëse midis autorit, veprës edhe lexuesit, por është edhe ajo fushë e krijimtarisë që qëndron midis artit edhe shkencës. Shkencës që merret ekskluzivisht me terma shkencor, merrfilt, të pastër, sikur që është një kritika akademike, për fjala universitare, profesorët universitarë çfarë krijojnë, po është kritika letrare ka edhe dimensionin e saj krijues, mendimit krijues, të intelektit krijues. Kur thot mendim krijues dhe intelekt krijues, të gjithmonë duhet kemi parasysh atë ndërthurjen që bëhet midis dive të ndryshme, që i asimilon, i absorbon, i përthith, i mbarështron në dobi të leximit.